Да биде појасно. Добре дојдовте во новата епизода на подкастот. Mirë se erdhët në episodin e ri të podcastit për të qenë më e qartë, flasim për tema shoqërore, flasim për situata shoqërore, përpiqemi t'ju japim një pasqyrë më ndryshe me një bisedë më të detajuar, të rastishme në mënyrë që të kuptoni më mirë devijimet dhe në mënyrë që të kuptojmë më mirë se çfarë duhet të bërë dhe sigurisht për ta motivuar dhe stimuluar atë në një nivel më të gjerë shoqëror. Sot do të bisedojmë për pandëshkueshmërinë, për luftën e njeriu të vogël para së gjithash, për drejtësi të përballur me muret e padrejtësisë, me muret e të fuqishmive politik dhe financiar, të cilët për fat të keq në 30 vitet e fundit në shumicën e rasteve kanë qenë në të drejtë. Në këtë temë sot do të flasim duhet i njohur Xhelan Neziri dhe Ustolen Naumov, se mysafiri im do të jetë Tushe Goshev, ish ministër i drejtësisë, avokat i njohur, përndryshe antari i Kuvendit të Maqedonisë së Pavarur në përbërjen e parë. Goshev, a mund të thuhet se edhe antarëve të asaj përbërje të parë u bëhet disi padrejtësi, sikur janë të harruar disa prej tyre, betën të papërkujdesur financiarisht, edhe pse janë histori, shteti flet gjithë kohës për identitetin, për historinë, ndërsa siç duket historia më e afërt nuk i respekton shumë dhe nuk u jep mirënjohje dhe vëmendje. Së pari, mirëmbrëma, faleminderit për ftesën që të kem rastin si antari i parlamentit të parë, e më pas edhe si ministër i drejtësisë, kur u sollën aktet e para konstituive, duke filluar nga deklarata për pavarësi, pastaj referendumi për pavarësinë, më pas miratimi i kushtetutës dhe në përputhje me nenin 7, duhet kalonim të gjitha ligjet që duhet operacionalizonin të gjitha të drejtat dhe detyrimet, konstituimin e organeve, autorizimet e tyre në përputhje me kushtetutën e re të miratuar. Ishte një punë e mundimshme, një punë e madhe, që të arrijmë atë që praktikisht në kuptonte dhe konstituimi i shtetit tonë të ri. Në moment interesant, ju fituat një kryetar partie, atëherë ishte sistemi i mazhorancës, Ljupço Georgievski ishte kundër kandidati juaj në Strumic. Po ashtu është, Georgievski ishte i propozuar nga VMRO-DPMN për deputet në kuvendin e parë, mirë po atëherë Lidhja Social-Demokratike fitoi 5 deputet në Strumic dhe Ljupço Georgievski humbi në ato zgjedhje. Flasim për vitin 94 apo 90, për vitin 90, pra në parlamentin e parë ishte sistemi i mazhorancës. Kur e shkruajtët kushtetutën, mendonit se do të vi koha kur ne do të flasim për pandëshkueshmëri, për njerëz që janë më të fortë se ligji, për njerëz që janë mbi kushtetutën, nëse mund të themi kështu. Ndoshta duhet të riformulojmë pak kritikë edhe për ju. Ju thoni se themelet, shtyllat e sistemit juridik të gjyqësorit u vendosën me ligjet që u miratuan nga viti 92-94 në mandatin derisa ju ishe ministër. Tani një pyetje konkrete. A janë shtyllat e këqija? Çfarë ndodhi që drejtësia, gjyqësori, gjykatësit, prokurorët gjatë kohës korrupsioni janë në majën e kritikave në të gjitha raportet e evropiane, por edhe në përgjithësi në perceptimin e qytetarëve, janë shtyllat e këqija apo ato janë minuar pas kësaj? Jo, kushtetuta jonë është një kushtetutë moderne bashkëkohore e cila praktikisht formulon një shtet juridik ku të gjithë qytetarët janë të barabartë para kushtetutës dhe ligjeve, që do thotë se askund në kushtetutën tonë nuk ka asnjë dispozit që do të shkatrojë dinjitetin e qytetarit apo shtetasit tonë me të drejta të parabarta në rendin e juridik. Kur flasim për mosdëshkimin, atëherë ne flasim për shkeljen e ligjeve në Republikën e Maqedonisë.
Не се ни се минга теорит тон си професор Левинштайн, ку тот се си устроят пуштетин вен пас системит комунист, си пършембо на Американ югот важдемиш друшойн пуштета да теверит пор ме ардене тевериватарея ренди юридик бъдета акома майке, че да атехера и систем, ние си систем и пронунциаменто, че практикишта да не тани си пазберсими тасай теория, практикишта кеминя щети рационаля, кука шум деви менгаш Судими са дрейтънга, куштетутанга, пабаразия, чутетарване, ушремине лидите, дрета дрейта сетия. Мендони на димензиони не трет, прадимензиони пара, ще миратими лидеве, вот име на кувен димензиони дюта ще имплементими, да и трети димензиони на резултате. А нука сбатим нявтуашам, а по резултате нукян така нашме. Йо, кур ебъм не куштетутан, постулатът круесоре, Ишин мемория колективе попул и театорната територ зидед референтът щете ве либерали, че дуещете имплементовante така лемпрения системи на театрен да на фун, автосия чутетарове ти Збатойн, то регула на тебе не рам на модели не трет. А još се чутетара тан утрегува се нукян денде та дялината систем тишохим профитимете а ти системи демократика практикишнета ни поприятоим на вендинтон. Пърхирта тялимеве политика дарите съди са тафучишмиве на интересите тюре, тактен вълнетене тюре на рен юридика на цельба, а ташката рен темелете рендитон юридик куштетуе се чърта баразия чудатарве. На ката манюра ташката руан динитетин дерен да респекти не, но кемим ня систем влераш на вендинтон. Не кеми програме, си пас програме политиката, партиве политика, тя антандрушмен ганера театра, а порна цельба практикишта бен комунитете политика асиметрика, да га интереса качта андрушмен е, нука ритъм тъвен досим влерате мелората рендитон куштетуесе, кюяща нени на антикуштетутаску, кухет сундими съдрейтас, щети съдрейтас, миратими лидиви чумрат. Чутедарът в Канфай, не успея да го заживеят. Се чутедарът кари тънтанджави политиканата, нук дуанта ята сойната, защото кюеш формулими сакт. Те не се ата политикан вотохан пандър прединга чутедарът, я се мунта приящо, не да се политиканът он се популеда кур екага бим ката дрейд. А що още? Шинита ни. Циляща чъщя. Дъжки ме да мъз дъжки ми ъшния феномен юридик, че нукаш ngатани поръж ngaко аромаке, доки филуар ngaко бизантине, дърса практики, ще пресактуар ме революционен франко бордje stavite dimenshtacin de teta djete nanta, kurnavite dimenshtacin de nanta djete nja umiratuali djepar penal, revolucionari Francës, ku zbatohen praktikisht përsaktohet se çfarë do të thotë vepër penalishka, do të thotë veprim i dënueshëm, çdo të thotë dënim për të vepruar në kundërshtim me ato dispozita të kodit penal. Duke u nisur nga ai kod penal, praktikisht edhe sot e kësaj dite ne duke përshtatur atë vetëm për nevoja personale, siç bëjmë me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë në periudhën 30 vjeçare, sundimi i Kushtetutës, ne kemi bërë 39 amendamente kushtetuese. Që do të thotë se praktikisht ne në vend që ti ndëshkojnë politikanët për shkak të pafësisë së tyre për të krijuar rendin kushtetues, ne ndryshojmë kushtetutën për ta përshtatur atë me mendimin dhe dëshirën e politikanëve dhe praktikisht ne e kthejmë vullnetin e tyre në një rend juridik. Prandaj ne nuk mund të vendosim një rend juridik në vend sepse kemi bashkësi politike asimetrike
me интереса të ndryshme, programe të ndryshme, pikpamje të ndryshme për vlerë, në vend që në përputhje me nenin 9 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë të bëjmë se të gjithë qytetarët janë të barabartë për Kushtetutës dhe ligjeve me të drejta dhe detyrimet të barabarta mbi rendin juridik dhe duhet të arrijnë të njëjtat qëllime sipas aftësive të tyre. Se sa realiste është në praktikë, mund të shoh se cili prej nesh dhe ju jeni dhe avokat, mund të shihni se për kë bëhet fjalë, kë përfaqësoni, cilat janë shanset që ai të fitojë në një çështje konkrete. Ja, unë për shembull, për një shkelje të thjeshtë, më të vogël në trafik, askush do të ma falë. Nuk do të ma falë shteti, ndërsa ne e dim se pas kaq shumë aferave, PSP-ja, bomba, skandale, të gjitha këto, dhe ne shohim se vetëm 2-3 vetë vuajtën burgun ose në një rast është proceduar pa një epilog përfundimtar. Për konfiskimin e pronës, që për mendimin tim është treguesi më i mirë se kemi një luftë kundër korrupsionit. Kemi një luftë kundër pandëshkueshmërisë, se ligjet vlen për të gjithë një lloj. Konfiskimi është një indikator i mirë. Politikanëve po njerëzve që kanë shkelur ligjin u është konfiskuar pasuria, vetëm 2-3 vete, Boshkovskit, Bugersit dhe në fund mendoj se edhe Mjalkovit diçka ju mor. Vetëm 3 vetëve. Tani kemi ne një pleat të tërë, jo të oligarkëve që krijohen nga politika, por një oligarki që del nga vetë politika. Ish politikan, si që tha Mickovski Grykës, të cilët sot janë oligarkë, milionerë. Kështu, tani, kur bëhet fjalë për përgjegjësinë penale, mendoj se në Republikën e Maqedonisë në atë periudhë kohore prej 30 vitesh, kemi një praktik të pabarabartë të përcaktimit të fajësisë, një praktik të pabarabartë të shqiptimit të dënimit, ndërsa dënimet sipas kodit penal janë gjoba me para dhe dënim me burg, ndërsa të gjithë të tjerat janë vetëm një formë e modifikimit të aktgjykimeve si dënimet me kusht dhe aktgjykime tjera. Ndërsa, si që thoni ju, se konfiskimi do të sjellë kapërcimin te kalimin e korrupsionit. Jo, konfiskimi është perfikare, gjëgjësisht pasojë e të gjitha kundërvajtjeve pasurore të kryera të parashikuara me kodin penal. Për të shqiptuar ju masën e konfiskimit në përputhje me nenin 97 të kodit penal, ju fillimisht duhet të përcaktoni autorin, kryerësin dhe fajësin për veprën e kryer. Dhe përfitimin nga krimi i kryer do t'i nënshtrohet konfiskimit të pasurisë. Por edhe ky është një tregues se fillon dhe nuk mbaron. Këtë do të them se në vendin tonë asnjë politikan nuk ka mbajtur përgjegjësi në periudhën 30 vjeçare. Nuk ka mbajtur përgjegjësi penale askush, pra do të thotë se askujt nuk i është konfiskuar prona, askush nuk ka pyetur. Praktikisht, kjo do të thotë një imunitet i paligjshëm për atë që autoritetet e lirojnë nga përgjegjësia dhe nga respektimi i ligjeve për shkak të tejkalimit të situatës. Dhe kjo është padrejtësia, vjedhja, pabarazia në të drejtat e qytetarëve, fitimi i pronës, madje të pasurit në Republikën e Maqedonisë bëjnë parti politike, formojnë dhe duan ta kthejnë vullnetin e tyre në rend juridik. Ju thatë se programet janë asimetrike, por shumë prej tyre janë simetrike kur të bëhet fjalë për ndërshkueshmërinë. Ka një term solidaritet politik. Mos ma bëj atë që mund të ta bëj unë ty nëse vi në pushtet. Nga ky aspekt ne kthehemi ato kohrat e vjetra që prej para revolucionit francez që përmend absolutizmin perandorak si autoritet suprem nuk është përgjigjur për asgjë, ka mundur të bëjë çfarë do. Kështu sillen edhe politikanët tanë si në kohën e feudalizmit. Njëherë thash se që në vitin 1215 me Magna Carta Libertatum në Angli mbreti ka qenë Lex Alimata, ishte një mbret patok, tani nuk
Сега и силте лидят, лидят, но Вленин пъртата, Вленин ветно пъртютетара. Шочерия, Йон ка тривият ветен долен на ситуацията. Тъни, пърхирта капърсимнита ти кушти пърта бърня щет лидьора, тера ще бърмървеша магна картум либертатум, че лексалимата мрете авторитети и нор, курта села, регулоре дуата, респектори си се натънят ко, мрете катена да дюката супрема и кадюкуар пър кримет е бъра, да на тен практикиш чутатара, но канчен чутатар тати венди пората канчен мјети парандори, да тани пас революционните францез борче се чутатарът бъха щетас, дърса щета си субјект политик, не систем демократик и силимер пјес на менаджимните формасивни венди, практики ще да не тани хумба сим та дрейтен, та еми субјект политики си попул праба ми тегеле политика сте ајоти аричел имате вета. Констатуат мирката, екзистон солидаритета, да се янтан друшен програмет политика, медитата на люфта, не редефинимит пардичамт рендит куштетуес, да друшимит пардичамт системите влераве на Република на Македония. Пранда, Република Македония нукнунта кет щет лидьор да дрета си. Юмендони се дуат понохът на гритене ведия јоветамта ведиес пар публикун се политиканът то цилят вјединга штетина самотата машта. А што до тебе? Се дуке ешвризуар позитам зюртаре, нуке пардорин авторитетен пуштетит партари дурчелимете штетите та приватизоин. Авторизимет зюртаре де и арин челимете тюре навент тарин сюнимете штетит. Псе. Ошта ратиолегис де охатиолегис курселимня лич не теми. Цилja šta arsueja, particiljane selim lidin, na функција ще лимите дуа таримата лиѓе. Кашто на ката манур си избатојне лиѓет, како да ти кажам, не бъхе ми екзистенц фиктивета дрейтав на лиѓе, штети нукар на дендја тим бројат ото дрейта, де ти реализој на пърмият системичната рол. Практикиш не нукемита дрейта, де няко сиш нукемиас лиѓе. Практикиш, сjelja семантика и политика, знај рендит юридика, што ветам všehe вепримита тюре, ја реализиме и челимеве куштетуе се, че и кеми мирatuar пърмес куштетута с лиѓевете. Ветам ду цитате. А па и тоа. Христоска иште е прокуроре на ПСП. Застрашувачки се последиците од неказливоста која се протежира од највисоките чинители во општеството. И ако го погледнеме степенот на протежирање на неказливост и степенот на корупција, како моментално најгорив проблем на нашето општество, некако јас добивам веќе впечаток дека не се ова слабост на системот или некои девијантни појави, туку веќе имаме ситуации кога овие појави стануваат афинитет на системот. Системот е повеќе заинтересиран да обезбеди неказливост, да подржи корупција, отколку што е заинтересиран за затај на патот на правото и правда. Ова сигурно е апропо даледна ругане лиѓе да дред си свеж па дишно пропустиме пунан да патине ПСП. Уште една изјава. Прокурорни специјални публикедања декларацијата не е албанскиот политички фактор Снопче. Фактори политик Штиптар. Во дебатен магазин Клик Плюс на ТВ21 на магазин дебатуваш вели дека Северна Македонија страда од пандемија на неказливост на лицата одговорни за корупција. Имаме пандемија на корупција, која се спомене зборот пандемија се поврзува дека нешто е болно, односно нешто слично како за време на COVID. Кога имавме пандемија, граѓаните беа изолирани, додека кај нас претходната власт не презеде никакви мерки за изолирање на одговорните за корупција. Нормално, дефинитивно велиме дека сме болни. Значи, поентата е, предходната влада не ги казнила лицата осомничени за корупција, голема корупција, и затоа Северна Македонија се случува со корупција.
Македония вирут балватиот мене пандемията корупцион. Тани патетър такте прапа се се бетам политиканът бен корупционен. Корупциониаш мозве прим и сецили тютетарна процедура де формата юридиката след и парашоин лидят. Те не un si avvocat curmăvnean na client. Tecun mă piot cu silin giucata se che mica o se amuntam de moș ce te vitoi contesti nai mă nu muntă iet clientim sepse parasăgista și uniam betuar se dot respectoi dreta si de se dot punoi na propuțieme liget. No se ne perpicem na cât mănur si de autorități do contest ce can tătară na процедурата пресактуар, а те практикиш не бъхеминя щет ку кундалента функционен лидят филонта сундой анархия. Та красой ме неразитанче тън звисър, прашем в Германии. Бе фяр партнерците нейде, куршкой матети визитон, а та ян чутетарът мъшен булор, та силете респектанте дита лидят. Дърса като Întrușim se tăniei, tid ndoshta do të kërkojnë mundësi oportunitet për të fituar të drejtën edhe kundërligjshëm ose për të thyer ligjin, për të arritur qëllimin. Është problemi këtu më shumë tek institucionet, tek administrata, tek gjykat, absolutisht. Ja pse, këtë doja bile të thoja, padresia nuk fillon nga prokuroria dhe gjyqësori, padresia fillon shumë më tej, shumë më poshtë, sepse çdo zyrtar shtetëror i cili nuk respekton procedurën dhe formën e përcaktuar gjatë realizimit apo kryerjes detyrave të tij që i ka në pozitën zyrtare, pra ai praktikisht mundëson arbitraritetin në një shtet dhe të drejtat diskrecionale të marrjes së rishvetit dhe marrjes së të drejtave që do t'i meritonte një qytetar në rast se qeveria do të vepronte në një procedurë të rregull dhe kur ai edhe vetë jep rishvet për ta ushtruar këtë të drejtë, praktikisht edhe ai bën gabim duke dhënë rishvet dhe vim të aforizmat e Platonit për shtetin. E kjo është ide per idem, pra me pa të drejtë nuk ndërtohet e drejta. Ju, pra, te ne, gjykatat nuk munden kur besimi i tyre dhe i prokurorisë, por edhe i gjithë administratës shtetërore, nuk do t'i shohin vetëm si gjyqësorin. Gjyqësori është tashmë fundi i formës për të parë se çfarë është e drejtë dhe çka është e pa drejtë, ndërsa e pa drejta vjen nga në punësitë e ulët kur i zbatojnë interesat e tyre, arbitraritetin, vullnetarizmin, gjithçka që është kundër shtetit të së drejtës. Сакате да кажеш дека менталитетот веќе е Дëshiron të проблем thoni se mentaliteti është problem tek ne kjo bëhet mentalitet, se duhet të punuar edhe në arsim edhe në edukim për të ndryshuar këtë kod, si që konkluduar në mendjen e njerëzve. Pra, patjetër të japësh diçka, kjo është diçka e zakonshme, me që klientët vinë tek ju që të kërkojnë. Jo të gjithë, por ka edhe të tillë. E tani, sidomos, tani duhet ju them se me këtë gjykimi i paligjshëm tek ne nuk është vetëm gjyqësori fajtor, njerëzit nuk janë bërë të tillë kur i kanë vendosur në atë vend. Këtë e bën vetë sistemi dhe ky është sistemi i ligjeve që i kemi në Maqedoni, në ligjet procedurale, kur do të marrim të drejtën penale procedurale ose të drejtë dhe ligjin për procedurë penale, që është bërë sipas dy modeleve. Njëri është modeli kontinental inkvizitor, ndërsa tjetri është modeli presidencial i gjyqësorit, dhe kur janë bërë përzierje mes këtyre dy procedurave, praktikisht për mua ky ligj për procedurë penale është viktime një aborti të dështuar. Është një shkelje
ka mundësuar që maksima zyrtare apo të drejtat e gjykatës atë shumë të rriten sa që praktikisht dispozicioni i lirë i palës nuk mund të mbrohet. Atëherë prokurori çka do t'i propozoj gjykatës si atë do ta shqiptoj. Nuk e di çfarë argumentesh keni për të thënë, sepse gjyqtari vendos se cilat prova do t'i paraqes, të cilat do t'i pranoj si prova përkatëse për të vërtetuar një fakt përkatës, mënyrën e kualifikimit ligjor të veprës dhe nëse jam dakord me ligjin e procedurës penale, gjykata nuk është e lidhur me kualifikimin ligjor të krimit për të cilën ju akuzon prokurori, por asnjëherë deri më tani në praktikën time si avokat 24 vite përvoj dhe si jurist që kam 45 vite në atë profesion, nuk kam parë që gjykata të ndryshoj kualifikimin ligjor të veprës. Dëshirojnë të thoni se nuk është ashtu siç duhet, respektivisht prokuroria të jetë njëra gjyqtari në mes dhe avokati mbrojtës të jetë barabartë me prokurorin. Nuk mund të jetë. Kjo nuk funksionon. Nuk funksionon edhe shkaku i arsyeve. Gjykata vendos se cilat prova do të prezantohen dhe nëse ju kundërshton gjykatën, gjykata pas një arsye mund t'ju shqiptoj gjobë prej 2.500 euro për kundërshtimin e paraqitjes atyre provave dhe prokurorit. Ndërsa prokurorin do të raportojnë në prokurorinë publike se nuk ka qenë serioz dhe ka prishur qetësinë dhe rendin publik në sallën e gjyqit. E shihni se nuk jemi pale barabartë në proces. Gjylal, të lexojmë vetëm nga raporti i BE-s. Atë desha të theksoja se ka një raport të keq për vendin tonë në këtë kontekst. Nuk është vetëm një. Pra, shkojmë prapa. Në këtë tematikë ne shkojmë prapa. Ka vendet e Ballkanit Perëndimor, ka vende që ngecin. Nuk ecin para, por nuk shkojnë as prapa. Ka vende që po bëjnë në pak progres, por bëjnë përparim. Dërsa në raportin e fundit për ne është notuar se ne shkojmë prapa. Dhe thotë se rekomandimet e komisionit nga viti i kaluar nuk ishin të adresuar plotësisht dhe për këtë arsye mbeten të vlefshme, pra mbeten, përsëriten detyrat dhe vërejtjet e njëjta, të cilat nuk janë të adresuara. Pra një prej tyre është të miratohet një kod i ri penal në përputhje me standardet ndërkombëtare. Këtë desha në veçanti. Këtu në raport shkruhet se korupcioni mbetet i përhapur në shumë fusha dhe është një shqetësim serioz dhe si një shembull eklatant i pandëshkueshmërisë, solidariteti politik. Измените на Кривичния законник от септември 23 година. Ndryshimet në kodin penal негативно влияе на гонението на корупцията, особено допсoi kuadrin ligjor, duke ndikuar negativisht në ndjekjen penale të korupcionit, veçanërisht në rastet e nivelit të lartë, shumë nga rastet janë ndërprerë ose për shkak të skadimit të afatit, para ose për shkak të shkeljes specifike si shpërdorimi i detyrës, pra prokurorinë publike nuk ekzistojnë më. Завърши работа. Faktikisht ata të cilët ishin në pushtet e mbaruan punën për paratrakët, pra propozitën, për ato raste, por kryen punë edhe për vete. Nëse mbaruat. Ky është një aspekt i shikimit të gjërave. Pra, me ndryshimin e kodit penal, sipas neni 353 të kodit penal, e ky është përdorimi i detyrës zyrtare, që është një ligj i përgjithshëm për abuzimin me pozitën zyrtare, nga i cili rrjedhin disa ligje të tjera si që është marrja e rishvetit, dhënia e rishvetit, falsifikimi material, falsifikimi intelektual, të gjitha këto janë vepra nga keqpërdorimi i pozitës zyrtare. Tek ne, pra, çështjet lëndët penale, të cilat unë personalisht i kam zhvilluar nga krimi organizuar, ato janë për mitralozët e nga G63, zhvillohen pra 16 vite. Për 16 vitesh të pandehurit përpiqen
të dalin çdo muaj në gjyq, jeton në stres, ai nuk e di se çfarë do dënimi që do t'i shqiptoni, dënimi i vonuar nuk e justifikon arsyen për caktimin, për shqiptimin e një mase të tillë në përputhje me ligjin. Tani, kur do t'i vendosim dy pestollatët, kjo është retributiviteti, shpejtësia e qytetarit që sa më shpejt të vi deri te aktgjykimi për ta zgjedhur lëndën, çfarë qoftë ajo, dhe ana tjetër, dënimi shqiptor nga pala tjetër, e dini se çfarë ndodh. Njërin të cilin e mbroja në rastin spion, masa e paraburgimit ishte më e madhe se dënimi parapar me burg. Dhe çfarë ndodhi? Dhe tani paraqesim kërkesë për dëmshpërblimin për një muaj që ka vuajtur më shumë dënim se sa vetë dënimi me burg, dhe tani me një vendim të tillë, me një rezolutë të tillë në Republikën e Maqedonisë, njerëzit habiten dhe prokurorët se afati me shkurtimin e dënimit duke u nisur nga dispozitat e Venice 708 të Kodit Penale. Kjo është afati i vjetërsimit të ndjekjes penale dhe gjykimeve të dalë nga ajo ndjekje penale. Mund ta imagjinoni se në një rast të tillë ne përjetojmë se masa e paraburgimit është më e madhe se masa e dënimit. Por me ndryshimet e fundit në kodin penal 353, e tani 353, kjo është për shpërdorimin, për vjetërsimin, tani për vjetërsimin. Fakti është se vjetërsimi do të mbaroj sepse dënimi maksimal është 3 vjet, ndërsa afati absolut i vjetërsimit është 6 vjet. Kjo do të thotë se ai që ka miratuar ligjin ka vepruar si lex animata. Ai i sjell ligjin ndërsa vetë çlirohet nga përgjegjësia. Kjo është e njëjtë, pra nuk bën dallim. Ndërsa nga ana tjetër kjo do të thotë se të rishqyrtohet puna e prokurorisë publike dhe gjykatave, a duhet të zhvillojnë procedim penal 6 vjet derisa të shqiptohet dënimi me burg. Kjo nënkupton shpejtësinë e qytetarit apo të akuzuarit që të vi deri te aktgjykimi, të përcaktohet nëse ai është i drejtë ose është fajtor në rastin konkret. E dini ku e kisha fjalën? Ndryshon ligji penal, po. Kjo ka të bëjë me rekomendimet që përsëriten në çdo raport, të përmirësohen rezultatet në rastet e korrupsionit të nivelit të lartë me hetime të përkohshme profesionale, transparente, proaktive, ndjekje penale, dënime dhe arkatime përfundimtare, përfshirje dhe konfiskimin e pasurisë kriminale. Ashtu është. Ju keni lehtësime përmes ndryshimeve në kodin penal. Ju keni mungesë të konfiskimit të aseteve kriminale. Dhe tani, çfarë mesazhi po dërgojmë? Ne dërgojmë një mesazh deri te funksionarët e ardhshëm se në rast se ata të rriqen të shkelin ligjin, do të kalkulojnë paraprakisht se në këtë rast më e keqja që mund të bëjë është 3 vjet burg. Nëse bëj 3 vjet burg, sa para do të më mbetin? 3, 4, 5, 100 milion. Dhe kalkulohet rreziku. Kjo faktikisht është nxitëse. Do ta ndryshojmë përsëri kodin penal. Nuk mundet se më pak se 30 ditë të ketë dënim me burg, sepse dënimi minimal është 30 ditë, ndërsa maksimumi është 15 vjet ose 10 përjetshëm. Juve edhe nëse ju dënojnë me burg 30 ditë dhe ju shpallin fajtor se keni kryer veprën penale dhe në atë vepër ju keni fituar dobi pasurore të kundërlishme, atëherë në përputhje me nenin 97 dhe dispozita tjera të ligjit që e ndryshuan për konfiskimin e pasurisë, menjëherë gjykata mund të vendos masën e konfiskimit të gjithë pronës që e keni fituar në bazë të një vepre të inkriminuar. Kjo është zgjidhja, sepse ka njerëz që mund të thonë unë do të bëj burg, por do të më mbeten 5 milion mirë, po do t'ja marrë.
станува да се обидеш да крадеш. Односно, atë mënyrë bëhet e kotë të vjedhish. Туку и ќе си го загрозиш Jo vetëm животот. që është e kotë, por edhe do ta rrezikosh jetën tënde dhe të familjes tënde. Mirë po, praktika tani thotë se jo, tani pyetja është edhe tjetër. Е способен A është i aftë sistemi gjyqësor профункционира во утврдувањето на вината, funksionoj në përcaktimin e fajt, në përcaktimin e palishmërisë, në përcaktimin e dënimeve. A mund ta bëj këtë тие правни atë форми kuadër që предвидени во kemi dhe законот за me кривичното ato постапување. forma ligjore të parashikuara në ligjin e procedurës penale. Doni të thoni se gjyqtarët janë pak се избираат по партиска линија на подобно. më pak të shkolluar se zgjidhen Затоа што кај нас në ndikimin e секој politikës. политичар кој излегува на Tek телевизија, ne, çdo прво politikan говорот që го del почнува, në televizion, криминалец, лопов, украл Fjalin e- украл она. fjalën e Тоа fillon знаете што me значи? Тоа fjalët значи kriminele, hajdut, vodi Познатиот këtë, судски vodi atë, процес edin во që do Америка thotë kjo. Bill of Kjo do Attender. thotë se Забрането procesi i е njohur строго gjyqësor në да Amerikë, преку Bill of Attender, телевизија, без është постапка rreptësisht на e некој ndaluar судите, të дека е gjykohesh криминалец, дека е përmes виновен, televizionit, дека е pa Затоа procedurë, se судиите është kriminal, se не është можат fetor, да se имат është i tillë. стабилен Prandaj правосуден gjykatësit систем, nuk mund të правилно kenë një судење, sistem а gjyqësor пак të наместо qëndruar, të судискиот stabil, совет, што викате ви, бидејќи јас сум и автор на dhe në првиот vend të закон këshillit за судски gjyqësor, совет, тој требаше siç да e quajnë ju, представува sepse unë jam органска autori i брана parë i измеѓу ligjit për судството, këshillin gjyqësor, извршната e власт duhej të përfaqësonte një парламентарно собрание иската власт. barierë Наместо organike тоа mes да биде, gjyqësorit, тој се претвори во pushtetit ekzekutiv dhe asamblesë parlamentare. Në vend që të ishte e tillë, ai u zhdërua në një instrument të pushtetit ekzekutiv dhe praktikisht deri në преку fund него политиката го управува судството. Не само тоа, fundosi видите, sistemin сега има gjyqësor. уште една слабост. Веќе Shifni, tani kemi edhe një dobësi tjetër. точно Paraprakisht сега имаме izgjete консенсуален kuvendi. председател Tani- предлага, судиите предлагаат, Jo, собранието tani kemi предлага и така zgjedhje се формира. konsenzuale, kryetari propozon, gjyqtarët propozon, kuvendi Сега propozon што dhe е kështu прашање? formohet. Судиите бираат мнозинство. Tani, од судскиот синод. cila është çështja? Од судскиот Gjyqtarët Кога судиите веќе zgjidhen имаат në довер во shumicën e 2%, këshillit gjyqësor, kur gjyqtarët kanë дали tashmë судиите се 2% способни да besim изберат од në vendin своите tonë. редови A janë gjyqtarët членови на судскиот të совет aftë кои që ќе të го zgjedhin исправат nga radhët e tyre судството, antar të këshillit тоа да gjyqësor, правилно të cilët do ta функционира korrigjojnë согласно gjyqësorin dhe do ta bëjnë atë të Јас според funksionojë мене, siç duhet sipas ligjeve të miratuara. Unë Уште sipas еден meje, поразителен, mendoj se nuk mundet. Një факт. këshill i tillë Кој што, gjyqësor nuk mundet. за жал, Ja, edhe функционира во një fakt перцепцијата на голем број tjetër граѓани во оваа zgënjyes i држава. cili fatkeqësisht funksionon në Ќе го perceptimin престикам e тој një факт numri të низ madh една të анекдота qytetarëve në од këtë vend. времето на Османлиите. Do ta pasqyroj këtë Некој благајник përmes një anekdote му nga koha e недостасувале, Osmanëve, ndonjë не знам, arkëtar 2 лири за да направи свадба. nuk ka За керката и pasur за синот е 2 битно. lira për shembull I od që kasata, të bërdarsëm 3-4 meseci për vajzën ose djalin dhe për завршувањето на kasës годината 3-4 земал muaj para 2 përfundimit liri, të vitit ka marrë Со намера да ги 2 врати до lira крајот на годината, да биде пак me qëllim që полна касата. t'i kthej deri në fund të vitit që Не kasa можел të никој тоа jetë да го mbushur стори до крајот на përsëri. годината и отишол кај кадијата. Këtë nuk ka mundur Барал ta bëj deri në pamet, fund të nego vitit dhe mudrost. ka shkuar te I kadiu Kadiu. го прашал, Ka колку kërkuar зема kurtësi, касата, mendje вели. prej tij dhe Kadiu e Што pyeti направам, сега не sa може да ги вратам, да more се nga продолжи. arka 2 сигурно lira. ке лежи зад. Dhe çka të bëj tani nuk mund t'i Чаре kthej. укради ја целата каса. Jo, thotë me Како siguri вика, за do 2 лири, të вика, ќе vuash лежам за И па, burgun e ако ја çka украдеш të целата, çare ако ја испразниш целата каса, vide ќе има и за мене, ќе има и за другите. kasën sepse Има në и atë за rast тебе. do të Значи, kesh do të поентата ketë е edhe дека për ty edhe ако për украдеш mua што edhe për të повеќе, tjerët. Pra, ќе има poenta është se nëse со vidhni шо sa më shumë Има и да para, се одбрани. do të kesh pra edhe për të mbrojtur. Ситното краде не се исплаќа во држава. Pra, Не, гледайте сега, и тоа hajdutria е ime Како nuk vulgarizirаме paguhet ju, në тоа këtë е- shtet. Da. Ne vulgarizojmë këtë, Evo mirë po ovako. ky është një Ako- fakt. За да вратиш ти 37 милиони Për të kthyer 37 milion обештетување, како што плати така dëmshpërblim, Мјалков. Го siç праша ли e некој од pagoi вас Mjalkovi. стекнал тие пари? A Колку e треба pyeti ти да? dikush se Ама го si праша i ли од fitoi кај ги ato? стекнал тие пари? Si i fitoi? А, потекло pra, në imot, ato të para? sushtinë. A, Ne, origjinën potekllo e në imot, pronësis, ne to, jo, kako što pravdën beše, e imaš kuću pronës, vratstva. nuk është si Nego, ishte prašvam, ke shtëpi od kada ke si go banesën, steknul por to pyes imot, da li si nga e platил ka danë marrë në atë državë? prona, Na kriminalen način ke është paguar konfiskacija taksa e- shtetit, në mënyrë Сега, kriminale, uspešan biznis. kriminale. Сега,
Къде е управа за приходи по член 279 да поднесе кривични приеви за тайване на данок, за penal за per носење evazion веднаш fiskal на per решенија, confiskim бидејќи решенијата на управа за sepse приходи vendimet се веднаш administratës извршни të во hyrave моментот janë кога ќе ги донесат menjëherta жалбата него ekzekutueshme одлага në нивното momentin që e извршување. bën ankesën dhe ankesa nuk e shtyn. Me që jemi nga fundi, ju jeni si të them themeluesit e sistemit juridik dhe tani ndoshta jeni më kompetenti që të tregoni edhe ilaçin. Çka duhet të ndryshoj që kemi rezultate për konfiskimin, për zgjidhje juridike, burg për të korruptuarit. Së pari duhet të respektohen rastësisht format juridike ose ato forma juridike të plotësohen në ligjet procedurale, ku shumë shpejt do të vim deri tek zgjidhja e kontesteve dhe zgjidhja e lëndëve. Për këtë është ka folur edhe profesori Pop Gjorgjiev kur thotë në vitin 1966 Siniša Trvić, një profesor i njohur i së drejtës civile kroat, pra interpreton fjalët e Jering, një civilist i njohur, thotë kështu: forma juridike është armiku i përhershëm i arbitraritetit, ndërsa forma juridike është vëlla binjak i lirive të qytetarëve, përderisa gjykata në Republikën e Maqedonisë nuk e kuptojnë, ta respektojnë deri në fund procedurën ligjore, duke shmangur sistemin e arbitrazhit. Ne në Maqedoni kur nuk do të mund të kemi gjyqësor. Ndërka që duhet të përmend edhe këtë, kur u bëra ministër gjatë hartimit të ligjit për gjykatat, ne futëm dispozita për nepotizmin që të mos ekzistoj, siç e kemi tani. Atëherë në atë ligj ishte ndaluar që të mundet babai të jetë prokuror, nëna të jetë gjykatës, djali të jetë avokat, dhe ne vendosëm dispozita të tilla dhe kur ata e panë se do të shtynim atë ligj dhe do të jetë kështu për të zgjidhur nepotizmin në Republikën e Maqedonisë, atëherë kryetari i gjykatës kushtetuese, nuk më kujtohet si quheshte, ishte nga Shtipi. Ishte shumë kohë më parë kjo, ma abrogoi këtë dispozit në arsyetim se me shkarkimin e gjyqtarëve në rastet konkrete do të zgjidhet edhe çështja e nepotizmit. Kjo ishte një marrëzie pa parë. Kur e bëm shoqatën e gjyqtarëve në Republikën e Maqedonisë, unë dash një deklaratë në atë kohë për të cilën mu hidhëruan gjyqtarët e gjykatës së lartë, e kjo ishte se të drejtën e telefonit do ta vëmë në Muzeun e Antikuiteteve, ndërsa do të përpiqemi të zbatojmë ligjet ashtu siç janë shkruar. Kjo është diçka. Sa shembuj eklatante të mosdëshkueshmërisë janë lëndët nga privatizimi, tashmë të vjetërsuara, denacionalizimi, shumë padrejtësi ka aty, tati, rasti tatë, përgjimet, madje. Unë do të lidhe dhe faljen si pjesë e atij procesi të mosdëshkimit, respektivisht abulohen kryerësit të falen para filluar procedura hetimore, kishim të edhe të Trajkovski dhe të Trajkovski, pra para kohë, para se të filloj gjykimi, të anulohen të gjitha përpjekjet për të iniciuar ndonjë vepër kundër tyre. Edhe pse, po, ata janë të pafajshëm para se të konfirmohet kjo, mirë po as që filloi procedura gjyqësore. Shihni tani në përputhje me nenin 84.1 alinea 18 e Kushtetutës, si instrument juridik është të paraparë miratimi i ligjit për lirim kolektiv, amnesti, повитна казна për и повитна дело.
Sipas lojtë të dënimit dhe lojtë veprës, njëkohësisht në nenin 84, paragrafi 1.10, presidentit të shtetit me kushtetutë i jepet e drejta që të sjellë falje në përputhje me ligjin e miratuar për falje. Ligji për falje, në gazetën zyrtare numër 20, viti 93, unë jam autor dhe propozues në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë. Bazat për nxjerrjen e atij ligji nuk janë arsye ligjore, juridike. Baza për miratimin e atij ligji janë baza tjera juridike, përkatësisht pozita shoqërore, pozita familjare, gjendja shëndetësore, shkaqet familjare, arsyet për gjykim të gabuar nga gjyqtarët në vendimmarrje, që do thotë se kohët e fundit dëgjoj interpretime nga profesor eminent dhe gjyqtar të lartë të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, të cilët nuk kanë absolutisht asnjë bazë që të mundën të kenë kritere të tilla se ligji nuk është i mirë dhe se duhet të ishte parashikuar një procedurë под кои правни причини може некој да добие помилување? Se kush mund të falet për arsye ligjore? Falja është e drejtë diskrecionale e pushtetit suprem. Falja nuk mund të jetë sipas kritereve të parashikuara me ligj, sepse është e drejtë diskrecionale. I vetmi kriter është një falje e tillë se si do të ndikojë tek të burgosurit të tjerë në rendin, respektimin e rendit, në arritjen e atyre qëllimeve që edhe ata të falen, ndërsa nga ana tjetër, cili do të jetë opinioni i publikut me marrjen e një vendimi të tillë. To остава дискреционно право на врвниот авторитет во државата, врховната власт на штет, авторитетот супрем да прави што сака. Ако му е многу гајле јавното мислење, може сите луѓе што си негови, сите луѓе на председателот, да им каже што сакате правите, јас си имам мој да аболирам. Се останува на неговата совест и свест. Кога се покаже дека таа совест и свест Shihni në ndryshimet dhe plotësimet e atij ligji, u soll një ligj për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për falje. Në atë ligj u futën disa dispozita ku absolutisht nuk kanë lidhje me faljen. Dhe tani çka ndodhi? Atëherë, presidentit ju kufizua drejta për të falur të gjithë autorët e krimeve të parashkuara në ligjin në kodin penal. Tregohet saktësisht se për cilat vepra mundet, për cilat nuk mundet. Gjykata kushtetuese e hoqi atë ligj në tërësi dhe çfarë ndodhi kur VMRO-s i duhej të miratonte atë ligj për t'ia pamundsuar Branko Crvenkovskit të jap abolim, ndërsa e dini se çka është abolicioni? Është heqja dorë e shtetit nga ndjekja penale dhe shqiptimi i sanksioneve penale kundër personit për të cilin zhvillohet procedurë. Pra, për abolicioni është një procedurë e papërfunduar edhe gjatë hetimit ose gjatë zhvillimit të kontestit gjyqësor mund ta merrni abolicionin. Kur bëhet fjalë për falje, ju duhet të keni një titull gjyqësor të plotfuqishëm për të cilin jeni shpallur fajtor, të paraqitni një kërkesë në gjykatë, ajo ta përcjell tek institucionet kompetente dhe në fund të arrit te presidenti për të bërë falje. Mendoj se duhet të përfundojmë ngadalë. A ndihmon gjykata evropiane e drejtësisë ata njerëz veçanërisht të vegjël, të cilët kanë probleme me muret e larta të padepërtueshme të drejtësisë? Sigurisht që ndihmon. Mirëpo, ishte një rregullim në sekretari ynë gjykatë dhe për çdo kërkesë që i drejtoi gjykatës së drejtësisë
ги гледаше дали во предлогот има заперка или нема. Да националната ни пресия, тој се однесуваше како да е тој судот ще дюката дюета силте, да ата до та хите пошкар, кеса да нукмунта вие на дреци, се пара дюката вендър коптарата дрета си с процедура нукмунта пресарите. Пърндрюше, Мария Вендимеве, не питова е да расне пар, пърката, и ще пър добра вода да си лексин, а ти падитешим пър конфиским не палишамта пасуриса, палишвариса, га циля ерди, винте добра вода, де курпадитешим пърката, унефтова, че ще дюсоре, мирпотене, органет и бър шпензираната мада, пър процедурат се са, че духе типа гуанен пронари, да мшпърлим се, яка швизуар ара. На негова страна. И на крај однесовме виртуози кездери на дюката на комтарета дрета си, и тогаш одлучија и не знам колку беше веќе са иште дъмш проблеми, нук е Жели за анкетата нещо да за подкастот спроведуваме анкета и резултатите на оваа тема. Достижно ли е правдата во Македонија? Само 18% на Македонија, ветам тата му 82% има шанса. Што зависи дали ќе се дојде до правда? Повеќе од половината рекле дека тоа зависи од честните суди и обвинители, па потоа од добриот систем, а многу малку сметаат дека тоа зависи од издржаните предмети, се сумневаат. Дали сметате дека има различен правен третман во зависност од етничката припадност? Половина одговориле потврдно, четвртина рекле не, останатите не се сигурни. Од што зависи дали некој ќе одговара за стореното? Половина рекле дека тоа зависи од партиската припадност, додека останатата половина сметаат од се наведено. Значи во функција се тука и парите и финансиската моќ. Во смисла на тоа дека ако не си од партиска политичка заштита и ако немаш доволно пари, немаш што да бараш на суд. Каде сметате дека неказнивоста е најизразена? Во сите области велат повеќе од половината испитаници, дека останатата половина е поделена меѓу случаите на висока корупција и во случаи на криминал. Само тројца рекла дека неказнивоста е најизразена во Сообраќај. И тука има вистина. Што треба да се промени за подобро да функционира системот на делење правда? Граѓаните сметаат во најголем дел дека треба севкупна реформа, а потоа промена на свеста и смена на сите суди и обвинители. Близу 95% од тие што одговориле на прашалникот се соочиле или знаат за случаи со неказнивост. Има многу примери. Јас би ве замолил вие да кажете, например, веќе кажавте неколку. Јас ќе прочитам еден само. Јавен обвинител, не почитувајќи ги одредбите од материјален закон и според лично и целосно неправедно толкување, поднесува обвинителен предлог кон невини лица и тоа во сензитивен период, се со цел влијание на тој период и додворување на одредени елити. Вие имате ли некои примери? А кенидо не шембо, kan dhe këta janë shembuj për shpiftje dhe fyerje. Këto janë shembuj sepse edhe në përputhje me 171 dhe 172 të ligjit penal janë shfuqizuar, ato nuk ekzistojnë më, i kaluan tek përgjegjësia civile. Aty kush nuk ka para, kush ka para nuk përgjigjet, ai duhet paguaj para dhe përsëri është në rregull. Dhe praktikisht kemi çmim. Sipas meje, vështirë mund të vim deri te drejtësia vetëm në lëndët e mëdha, ku të gjithë të shohin interesin e vetë, ku ka shumë parë, ndërsa ku ka më pak para, gjykatësit janë më objektiv, ku ka më pak parë mund të jetë ndikimi politik, nepotizmi, proteksioni që e bëjnë njerëzit për deliktet imta. Interesante, nëse shkëm nga fakti se vetëm 2% është besimit tek gjyqësori, mund të paramendoni. Te unë nëse besimi është nën 50%, pra nuk kanë besim qytetarët. Nëse 98% është mos besimi, ndërsa 2% besimi, kjo të thotë se vetë gjykatësit janë deklaruar për besimin tek vetvetja. Atëherë, çka duhet të bëhet? Ndoshta plani i Mickovskit për riorganizim. Jo, nuk mund të bëhet reformë në sistem pa mos
mos ekzistuar ligj dhe procedur se si të bëhet ajo reform. Bënte reform Shqipëria dhe Maqedonia ndroi kushtetutën për vetingun të ne në Maqedoni, nëse nuk bëjmë ligjet të rregullta nëpërmjet të cilave do të bëjmë reforma, përsëri do të vim tek interesat personale të njerëzve për shkak të mos humbjes së fuqisë të cilën e kanë nëpërmjet sistemit gjyqësor, sepse sistemi gjyqësor është i fundit që e tregon të vërtetën për një kontest gjyqësor. Këtë pjesë ta përfundojmë shembull shumë tronditës të mosdëshkimit të cilën e theksoi edhe ambasadori amerikan Angler në një intervistë për Kanal 77 lidhur me vrasjen monstruoze të 14-vjeçare së Vanja Gjorçevska. Më lejoni t'ju them, thot Angler, sinqerisht, sistemi nuk arriti ta ndihmonte atë vajzë të re, bëhet fjalë për kriminal për të cilët është ditur se janë kriminalë se nuk janë në burg, nuk kanë qenë të dënuar, nuk kanë qenë të burgosur, të arrestuar për krimet e tyre paraprake. Ne morala da je plata ta cena i cena ta je paguajti një vajze re. Da bide pojasno. Македонија е потресена од монструозното убиство на Панче Жежовски и 14-годишната Вања Gjorçevska. Žežovski во Велес, Gjorçevska во Skopje. Maqedonia është e tronditur nga vrasja monstruoze e Vançe Žežovskit dhe 14-vjeçares Vanja Gjorçevska. Žežovski në Veles, Gjorçevska në Shkup. Organizatorët dhe kryerësit janë zbuluar, motivet akoma nuk janë mjaftueshëm të qarta. Për fat të keq, as kjo ngjarje nuk u kursye nga politizimi dhe partizimi dhe mos respektimi i momentit të dhimbjes dhe pikëllimit. Më lejoni t'ju tregoj shumë sinqerisht, ashtu siç thash sot paraprakisht. Bëhet fjalë për kriminal për të cilët është ditur se janë kriminal të dhunshëm dhe nuk janë në burg. Nuk kanë qenë paraprakisht të arrestuar dhe të burgosur. Nuk kanë qenë të arrestuar dhe të ndjekur plotësisht për krimet e tyre të mëparshme. Nuk kanë qenë të detyruar ta paguajnë atë çmim dhe çmimin e pagoi një vajzë e re. Vanja e pagoi çmimin. Është e trisht, është absolutisht e trisht dhe tani nuk është koha për politizim. Është koha që institucionet t'i hedhin një shikim të pamëshirshëm vetvetes dhe të pyeten çka mund të bënin për ta shpëtuar këtë vajzë të re dhe të gjithë fëmijët në këtë shtet. Pse ne lejojmë që kriminalët të lëvizin lirshëm dhe të bëjnë krime mbi çdo qoftë në këtë vend? Kjo është një tragjedi dhe shpresoj dhe lutem që ky shtet, institucionet, qytetarët dhe përfaqësuesit shtetëror do të shihen në pasqyrë dhe do të pyeten se çka duhet të bëjmë tani për t'u siguruar se kurrë nuk do ndodh më një gjë e tillë. Da bide pojasno. Është fakt se organet tona përgjegjëse të cilat duhet t'i udhëheqin procedurat për zbulimin e akteve bashkëpunojnë me kriminalët për arsye të ndryshme, për hir të zgjidhjes së problemeve të interesave të kundërta, për hir të zgjidhjes së problemeve të marrëdhënieve personale, pasurore, juridike, për hir të problemeve politike, sepse drejtësia në sistemin liberal ndahet në drejtësi politike, ndahet në drejtësi etike dhe në drejtësi materiale ose penale. Nga këto tre drejtësi mund të shihni se tek ne nuk funksionon sistemi i preventivës, prandaj kriminalët tanë ecin në rrugëve, të gjithë e dinë se kush shet drogë, nuk shkojnë të arrestojnë, të gjithë e dinë se kush bën kontrabandë përtej kufirit të nxjerrë mallra të ndryshme, lirohen nga doganat, bën miliona, të gjithë e dinë se kush shet marijuanë dhe prodhon marijuanë dhe çfarë ndodh në kohëve të fundit janë të
zire dhe policët përgjegjës inspektor në atë krim dhe tani lind pyetja me që lënda është ende në gjyqësorin, akoma nuk kemi dëgjuar se cili është motivi, sepse çdo vepër penale u thon në 3 faza. Së pari vendimi për të bërë atë lëndë ose agere, përgatitja për kryerjen e asaj pjese dhe verifikare pasojat në kryerjen e asaj vepre. Të shohim se cili ishte motivi për të kryer atë vepër. Flisni për Palevskin, po flas për ata. Kush ka qenë përgatitja dhe në çmë mënyrë, kush ka marrë pjesë në përgatitjen e ekzekutimit të asaj vepre dhe cilat janë arsyet dhe qëllimet që janë arritur me atë vepër. Dhe tani qytetarët gjykojmë të gjithë në mënyrën e vet. Dikush thotë se nuk është kryerësi, tjetri thotë është kryerësi, që praktikisht shkatëron edhe një herë mosbesimin e qytetarëve në sistemin. Për këtë arsye duhet që më seriozisht, nuk e thash rastësisht, që çdo organ që merr pjesë në administratën shtetërore rreptësisht duhet ta lexojë procedurën që e parasheh ligji. Organet e administratës në përputhje me ligjin për procedurën e përgjithshme administrative, ato jo procedurale, testamentet, trashëgimia, divorcet, martesat, gjykatat dhe noterë, gjykatat penale në lëndët penale, ndërsa gjykatat civile si mbretëresha e sistemit të drejtësisë në Republikën e Maqedonisë të pastrojnë të drejta subjektive të qytetarëve në mënyrën më të ndershme, pra mendohet në të drejtat të pronësore dhe të gjitha të drejtat e tjera personale që i kanë qytetarët tanë. Gošev, ministar za pravda, ish ministar i drejtësisë, deputet në Maqedoninë e Pavarur, folën për mosdëshkueshmërinë. Kjo është diçka, në fund vetëm të themi se s'ka ilazh tjetër përveç asaj të jemi më serioz, më të zëshëm, të mos lëmë që politikanët dhe të fuqishmit të mos i lëmë rehat dhe të bëjmë presion. Drejtësia nuk është një betejë e cila zgjat vetëm një ditë, por ajo është një luftë e përhershme. Postole, drejt tani kishim një bisedë interesante që besojmë se ishte interesante edhe për publikun. Bëhet fjalë për një temë shumë serioze me të cilën përballen qytetarët, e kjo është mosdëshkueshmëria e njerëzve të lartë të fuqishëm dhe duhet kemi nevojë për një Ni treba pravna država, zbatimin e ligjeve, nuk janë ligje në supermarket dhe të mund të zgjedhish, të gjithë duhet të luftojmë për atë shtet juridik, për atë shtet drejtësisë dhe besoj se në fund do të kemi, pavarësisht nëse do të jemi antare e Bashkimit Evropian të shpejtë ose jo. Da bude pojasno.